Kapitulli 12. Prandaj, edhe ne që jemi të rrethuar nga një re kaq e madhe dëshmitarësh, le të hedhim tej çdo barr, si dhe mëkatin që na josh lehtësisht, dhe le të ecim përpara me durim në betejën që na pret. Le të mbajmë syt te Jezui, që është kreu i besimit ton, dhe ai që e bën atë të përsosur. Ai, për gëzimin që e priste, duroi kryqin duke përçmuar turpin dhe ul në të djathtë të fronit të Perëndis. Mendoni pra, atë që duroi një armiqësi të tillë kundër vetes nga ana e mëkatarëve, që të mos likështoheni dhe t'ju lëshoj zemra. Sepse ju ende nuk keni arritur deri atje sa të derdhni gjakun në luftën kundër mëkatit. Ju keni harruar këshillën që Perëndia ju a tha si bijve të vet. Biri im, mos e përçmo qortimin e Zotit dhe mos të lëshoj zemra kur ai të qorton, sepse Zoti e qorton atë që e do dhe fshikullon atë që pranon si bir. Durojeni qortimin, sepse Perëndia po sillet me ju si bi. A ka ndonjë bir që nuk qortohet nga jati? Nëse nuk do të qortoheni si qortohen gjithë të tjerët, atëherë nuk jeni bi të vërtet, por jeni fëmijë të paligjshëm. Pastaj, nëse nderojmë etrit tan toksor kur ata na qortojnë, a nuk duhet t'i nënshtrohemi më tepër atit të shpirtrave dhe të fitojmë jetën? Etrit toksor na qortuan për pak kohë, ashtu siç e menduan, ndërsa Perëndia na qorton për të mirën tonë, që ne të marrim pjesë në shenjtërinë e tij. Qortimet aty për aty duket se sjellin trishtim dhe jo gëzim, por më vonë ata që janë ushtruar me qortimin do të shijojnë fryte paqëtimi dhe drejtësie. Prandaj, forconi duart e lodhura dhe gjunjët e kputur. Rrafshoni shtigje të drejta për këmbët tuaja, që këmba e qalë të mos ndrydhet, por të shërohet. Kërkoni paqen me të gjithë dhe shenjtërimin, pa të cilin askush nuk do ta shohë Zotin. Kujdes, se mos mbetet ndonjë pahirin e Perëndis, se mos mbin ndonjë rrënjë hidhur që turbullon e ndyn shumë njerëz. Të mos bëhet askush kurvar aq nderues gjërash të shenjta si Esau, i cili për një të ngrënë shiti të drejtat që gëzonte si fëmijë i parë. E dini se më pas, kur donte të trashëgonte bekimin, ai nuk u pranua, ndonse e kërkoi me lot, pasi nuk kishte më vend për pendim. Nuk jeni afruar malit të Sinait që mund të preket me dorë dhe që digjet me zjarr, as errësirës, as territ, as tuhis, as tingullit të trumbetës dhe as ushtimës së fjalëve, të cilën ata që e dëgjuan u lutën të mos u thuhej më as i fjalë tjetër. Ata nuk mund ta duronin urdhrin, edhe nëse një shtazë prek malin të vritet me gur. Aq e frikshme ishte pamja sa Mojsiu tha: "Kam frikë dhe po dridhem." Ju jeni afruar malit të Sionit dhe qytetit të Perëndisë së gjallë, Jeruzalemit qiellor, mira engjëve, bashkësisë së fëmijëve të paralindur të Perëndisë, emrat e cilëve janë shkruar në qiell. Ju jeni afruar Perëndisë, gjykatësit të të gjithëve dhe shpirtrave të të vdekurve që kanë arritur përsosjen. Jeni afruar Jezuit, ndërmjetësit të beslidhjes së re dhe gjakut të tij të spërkatjes, që flet më mirë se gjaku i Abelit. Kini kujdes se mos nuk ja vini veshin atij që u flet, sepse nëse nuk i shpëtuan dëshkimit ata që nuk e dëgjuan atë që u fliste mbi tokë, shumë më tepër nuk do t'i shpëtojmë ne nëse mohojmë atë që na flet nga qielli. Zëri i tij atëherë e tronditi tokën, ndërsa tani premton: "Edhe një herë do ta trondit nga themelet, jo vetëm tokën, por edhe qiellin." Fjala "edhe një herë" tregon se gjërat e krijuara do të tronditen e do të zhvendosen në mënyrë që të mbeten gjërat që nuk mund të tronditen. Le të jemi mirënjohës, meqense kemi një mbretëri që nuk mund të tronditet. Le të jemi mirënjohës dhe le të adhurojmë Perëndin në mënyrë të pëlqyeshme, me nderim e me druajtje, se Perëndia ynë është zjarr që përpin.